Për shkak të braktisjes së bujqësisë nga të rinjt, grup mosha 18 deri në 35 vjeç do të mbështetet me para direkte nga qeveria për të investuar në blegtori. Kjo masë do të jetë pjesë e skemës kombëtare të mbështetjes për fermerët dhe do të shpallet në ditët në vijim. Kemi diskutuar për të vendosur për të rinjt dhe të rejat nga 18 vjeç deri në 35 vjeç mundësinë që ne të japim nga 7 deri në 10.000 euro, po shikojmë me financat për të diskutuar mbështetjen financiare për të përllogaritur çdo të rinj dhe të re që hap një biznes kryesisht në blegtori të jetë pjesë e mbështetjes tonë. Pas rasteve të njëpasnjëshme të pasigurisë ushqimore në vend, së shpejti do të nisë ndërtimi i 7 laboratorëve që do të garantojnë më shumë kontrolle për produktet që futen në tregun vendas. Ne jemi duke ndërtuar edhe 7 laboratorë në gjithë territorin e Shqipërisë që të mbulojmë të gjithë sektorin e sigurisë ushqimore për të vazhduar ne edhe me ndërtimin e 5 pikeve të kufitare për eksportet dhe importet në mënyrë që ne të kemi një siguri akoma më të madhe kombëtare. Do të lidhen kontrata me agronomin çdo fermer që do të ketë një fermë apo një biznes të tyre, në mënyrë që ne të kemi një gjumshmëri ndaj sigurisë ushqimore që nga bima dhe deri në tavolinë të sektorit. Brenda këtij viti pritet të zhbllokohen edhe fondet e IPAR 3 pas bllokimit që u bë në gusht të 2023-shit, sepse zyra evropiane kundër mashtrimit konstatoi keqpërdorime me fondet e programit IPAR 2. Jemi gati në gjithë proceset që kemi përmbyllur në detyrën tonë që kemi për të vazhduar, ku unë në datën 9 jam edhe në Bruxelles për bashkë me ekipin për të vazhduar në hapa të mëtejshëm në mënyrë që ne brenda 6 mujorit të parë të vazhdojmë me çeljen dhe hapjen këtij sektori kaq të rëndësishëm, ku është mbi 112 milion euro nga Bashkimi Evropian dhe pjesa tjetër që 47 që mbetet, pra që është në total, është mbështetet nga qeveria shqiptare. Gjatë konferencës me gazetarët, ministri i bujqësisë njoftoi edhe se mbështetja për bletarin do të dyfishohet dhe do të jepen para për çdo kilogram mjalt. Për familjet e përmbytura që presin kompensim, ministri shtoi se shumë shpejt do të nisë dëmshpërblimi i tyre dhe se po ashtu po punohet për sigurimin e fermerëve.